Ka nisur zbatimi i iniciativës qytetare për ndriçimin publik të rrugës shëtitore të Kodrave që lidh qytetin e Korçës me malin e Moravës. Kjo iniciativë është mbështetur edhe nga ndërmarrja e shërbimeve publike të Bashkisë së Korçës, e cila ka vendosur shtylla të reja aty ku mungonin dhe ka riparuar ato që janë dëmtuar, ndërsa janë duke u provuar disa ndriçues me parametra të ndryshme për të parë efektin në terren dhe për të vendosur se cilët lloje do të përdoren për një ndriçim më efektiv. Kemi dëshirën e madhe ta përfundojmë në fakt ta kompletojmë të gjithë elementet e dekorimit urban. Kështu që ajo është po tani është ndriçimi. Na kanë ndihmuar ndërmarrja e shërbimeve publike të bashkisë deri në këtë pikë, sepse kanë marrë përsipër zvendësimin e shtyllave të dëmtuara, riparimin e disa prej tyre, ato që ishin të riparueshme pak fjalë, dhe vendosin e shtyllave të munguara, që nuk kanë qenë të vendosura në fazën e parë kur është konceptuar ky projekt. Dhe nga tjetër kemi porositur disa lloje ndriçuesish për të parë eficiencën në ndriçim, këndin e hapjes të ndriçimit kozjatin e mbajtjes të baterive duke qenë që janë me panele diellore. Është një grup i madh qytetarësh dhe biznesesh, të cilët investojnë në këtë nismë qytetare, ndërsa pritet që në dimër të mbillen edhe fidan të tjerë në këtë shëtitore për të zvendësuar ato që u dëmtuan gjatë verës.